Mendoj që kemi bërë një ndeshje të mirë. Kemi bërë një ndeshje të mirë me lojë shumë të mirë, sidomos pjesën e parë, që lojë shumë e luftuar, si nga ekipi Moldavë që nga ne. Ishim më superior në mbajtjen e topit, ishim më të ekuilibruar. Nuk është se rrezikuam shumë mbrapa, kishim mundësi të shënonim më shumë gola pjesën e parë. Kurse pjesë e dytë, mund të them që ishin Moldavët në zotërim të topit dhe po vetëm kaq, nuk është se kishin mundësi për të shënuar. Ne prapë kishim 2-3 mundësi që u nisën nga kontrasuni për ta bërë 2-0 dhe për t'u qetësuar, por gjithsesi na vun pak në vështirësi minutat e fundit sepse bën shumë presion larg dhe e ndjen presionin e tyre. Por jemi një ekip tashmë që kemi atë sistemin ton dhe 5-3-2 dhe jemi shumë të fortë mbrapa në kuptimin që edhe kur s'kemi mundësi për të luajtur mirë, kemi shumë dëshirë për të luftuar dhe sakrifikuar për ta mbrojtur atë lloj rezultati. Por është e vërtetë, kisha aty afër ke bankina, e pash portierin që kishte dalë, ai donte ta krasonte dhe i thash gjuhem porcet ka dalë portieri. Edhe më duk sikur e shënova unë. Pavarësisht se i uroj shumë suksese Burakut dhe gjithë ekipit sepse ata janë aktorët kryesorë që na bëjnë të lumtur. Ukraina e tha, kam thënë edhe përpara që është një nivel akoma shumë i lartë se sa Moldavia, por ne do të luajmë lojën tonë, do të luajmë ashtu si ndim ne, do të luajmë fort, do të luajmë me ndërgjegjshmëri, pra të japim maksimumin, çdo që të ndodhi në fushë, pra këtë kërkoj gjithmonë çunave që ne duhet të jemi 100% aty, pra të jemi deri në minutën e fundit të lojës, nëse jemi në avantazh, ne duhet ta mbrojmë atë rezultat, nëse është barazim duhet ta fitojmë, por gjithmonë me mend kokë, duke rritur dhe veten se si jemi, duke pas ekuilibër gjithmonë.